Një tjetër plazh publik do t'jetë këtu në zonën e plazhit të vjetër vendosur nga Bashkia e Vlorës. Jo vetëm plazhi në territorin e Lungomares, pranisht Akademisë së Marinës, por qytetarët që nuk do të kenë mundësi financiare për të frekuentuar plazhet me pagesë, do të mund të frekuentojnë shumë shpejt këtë plazh i cili do të jetë publik dhe falas me çadra që shumë shpejt do të vendosen nga Bashkia e Vlorës. Ky plazh gjendet në territorin e plazhit të vjetër pranë kabinave dhe pritet që në ditët në vijim të jetë gati për të gjithë pushuesit që do ta frekuentojnë atë. Bashkia e Vlorës do të hapë së shpejti një tjetër plazh publik për qytetarët e Vlorës. Bëhet fjalë për një plazh dhe një hapësirë që do të vendoset në zonën pranë kabinave në plazhin e vjetër e do të jetë totalisht falas. Tashmë nga ana e bashkisë është vendosur sinjalistika përkatëse, apo thënë ndryshe tabela që njofton se në këtë plazh do të ofrohet shërbimi falas për të gjithë pushuesit vendaset të huaj. Burimet zyrtare pranë institucionit të Bashkisë së Vlorës konfirmojnë për televizionin 6+ Vlora se ky plazh do të jetë me çadra falas, modeli plazhit publik tek ish Akademia e Marinës. Të gjithë qytetarët që nuk kanë mundësi për të paguar një plazh privat do të kenë tashmë edhe një tjetër hapësirë dhe mundësi zgjedhje në territorin e Bashkisë së Vlorës. E bëhet fjalë pikërisht për një plazh tjetër që pritet të vendoset së shpejti në dispozicion e do të jetë 100% falas. Një iniciativë kjo pozitive që vjen në ndihmë kujdo nga pushuesit që zgjedhin Vlorën dhe bregdetin e saj për të pushuar, jo vetëm tek ish Akademia e Marinës, por tashmë edhe në plazhin e vjetër do të ketë një plazh falas për publikun. Bashkia e Vlorës do të vendosë 10 çadra në këtë territor, megjithatë mbetet që plazhi të plotësohet edhe me elemente të tjerë, siç janë uji dhe dushet, banjot apo edhe rojet bregdetare. Këta të fundit mungojnë duke krijuar kështu një situatë shpesh edhe problematike, duke rrezikuar edhe jetën e qytetarëve dhe pushuesve. Të shpresojmë që kur të ketë përfunduar edhe ky plazh publik i Bashkisë së Vlorës, të mund të ketë të gjithë elementet e nevojshëm për një plazh të pastër, e mbi të gjitha e të sigurt për jetën.